Thoni lam të mirë pa gjumësis njere për gjithmonë me këto përbërës që bëjnë mrekulli. Gjumi është shumë i rëndësishëm për shëndetin mendor dhe atë fizik. Që truri të funksionojë si duhet, ai ka nevojë për gjumë. Nëse njeriu nuk fle sa duhet dhe si duhet, ai do të vuajë nga një sër problemesh shëndetësore. Mungesa e gjumit sipas të dhënave ka një ndikim të fortë te të menduarit, puna, komunikimi dhe aftësia për të mësuar. Por cilat janë shkaqet e gjumit të keq? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato janë ankthi, stresi, regjimi jo i shëndetshëm ushqimor, mungesa e mineraleve të duhura dhe pjesa më e frikshme e pagjumësisë është se ajo kontribon në një faktor të shumë të sëmundjeve serioze, siç janë mbipesha, gjithashtu edhe diabeti. Por si të bëni një gjumë të qetë dhe të patrazhuar? Nëse keni probleme me gjumin, mund të shfrytëzoni këtë recetë me kanellë dhe banane, të sugjeruar sipas Sleep Speaker për një gjumë më të mirë në mbrëmje. Përbërësit që ju duhen për të realizuar këtë recetë janë në gjysmë lugë çaji me kanellë pluhur. Gjithashtu do ju duhet 2 deri në 3 gota ujë dhe një banane. Përgatitja e kësaj recete do të bëhet në këtë mënyrë. Zieni ujin në një tenxhere. Shtoni bananën duke e prerë paraprakisht majën e saj. Mund t'ja hiqni lëkurën dhe ta zieni, por mund ta përdorni edhe me gjithë lëkurë për të rritur gjithashtu efektet e saj maksimale. E zieni bananën për të paktën 10 minuta dhe më pas e kulloni. Shtoni kanellën, e prisni derisa të ftohet dhe më pas e konsumoni. Ky lëng duhet pirë të paktën 1 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Pini një gotë të saj dhe gotën tjetër e ruani në frigorifer dhe e konsumoni gjithashtu sipas nevojës suaj specifike. Banania përmban aminoacide të cilat njihen edhe si triptofan, sipas të dhënave të Healthline. Ky aminoacid ndihmon në prodhimin e serotoninës, një hormon që rregullon gjithashtu ciklet e gjumit. Bananët gjithashtu përmirësojnë humorin dhe mbajnë në fre urinë e tepërt gjatë ditës. Shtimi i bananës në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj, dhe si e tillë duhet të konsumohet në mënyrë të rregullt për të mbajtur larg problemet e pagjumësisë. Ka raste që për të shkuar në shtrat do ju duhen orë të tëra për të bërë një gjumë cilësor. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flenë 7 deri në 8 orë gjumë pa ndërprerje, por në disa raste edhe në 9 orë gjumë janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet më të mira për një organizëm më të fortë dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet që sjell pagjumësia në organizmin tuaj. Sidoqoftë, nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë ekzistojnë gjithashtu edhe receta të mira natyrale që mund t'ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të rehatshëm në mbrëmje dhe të evitoni kështu problemet që sjell pagjumësia në organizmin tuaj ditor. Në këtë video, sipas Sleep Speaker, do të rendisim recetat më të mira natyrale të cilat do ju ndihmojnë në një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe të evitojnë gjithashtu problemet që lidhen edhe me pagjumësinë. Qumshti i ngrohtë në mbrëmje mund të jetë një nga alternativat më të çmuara për organizmin tuaj, çka do ju ndihmojë dukshëm në rastin e problemeve që sjell pagjumësia. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të mirë dhe komod. Ai përmban triptofan i cili do ju rrisë edhe serotoninën në tru, një substancë që ju jep ndjenjën e lumturisë dhe të mirëqenies dhe ndihmon që të arrini gjithashtu rezultatet e duhura për një gjumë cilësor dhe të pandërprerë çdo mbrëmje. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është një arsye thelbësore, pasi është e aftë që të zgjojë gjumin e mirë edhe tek persona të cilët do vuajnë gjithashtu nga pagjumësia kronike. Çaji mentes është një tjetër alternativë shumë e çmuar për rastin tuaj specifik. Çaji mentes lehtëson kështu dhimbjet tuaja të stomakut dhe mund të mbajë larg problemet që lidhen me pagjumësinë. Nëse ju ushtoni çajin e mentes në recetat tuaja ditore, përgatituni për një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe për të evituar gjithashtu problemet që sjell pagjumësia.
Nëse jeni duke provuar këtë, si rezultat do të keni një gjumë më të mirë. Lëngu i qershive mund të jetë një tjetër alternativë shumë e çmuar në rastin tuaj specifik. Lëngu i qershive, njësoj si qumshti, përmban nivele shumë të mira të tripofanit, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar gjithashtu problemet që lidhen me pagjumësinë. Ndaj, nëse doni të keni një gjumë më të mirë në mbrëmje, shtoni produktet e duhura në dietën tuaj. Qumshti i kokosit është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për një gjumë të rehatshëm në mbrëmje dhe gjithashtu të evitoni problemet që lidhen me pagjumësinë. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez, gjithashtu edhe element të mirë të kaliumit, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë në mbrëmje. Përveç kësaj, ato do të sigurojnë edhe elementet më të mirë që të relaksoheni dhe të evitoni kështu problemet që lidhen me pagjumësinë. Sa më mirë që të flini në mbrëmje, aq më pak probleme do të keni ditën e ardhshme. Smoothie me banane dhe qumësht bajamesh mund të jetë gjithashtu një nga alternativat më të çmuara për cilësinë tuaj të gjumit dhe të evitoni gjithashtu problemet që lidhen me pagjumësinë. Bananet kanë përmbajtje të niveleve të larta të kaliumit, element të tripofanit dhe përveç dy mineraleve kryesore për muskujt siç janë kaliumi dhe magnezi, ato do të ndihmojnë që të arrini një gjumë më të mirë në mbrëmje dhe të evitoni gjithashtu shqetësimet të cilat lidhen me pagjumësinë. Fruti ka një efekt qetësues në funksionet tuaja dhe mund të mbajë larg problemet tuaja fizike, t'ju ndihmojë në një gjumë më të rehatshëm në mbrëmje dhe të evitojë gjithashtu problemet që sjell pagjumësia. Çaji i jeshil është një tjetër alternativë e çmuar për organizmin tuaj, duke nxitur një relaks më të mirë në mbrëmje dhe duke evituar kështu problemet që sjell ajo. Ai është i pasur me nivele shumë të larta të antioksidantëve, pa marrë parasysh se ai mund të nxjisë një gjumë më të mirë dhe është një nga alternativat më të çmuara. Ai përmban gjithashtu edhe teanin, e cila promovon relaksin dhe lehtëson stresin fizik, duke ju ndihmuar të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë në mbrëmje. Qumshti i bajameve mund të jetë gjithashtu një nxitës shumë i mirë për gjumin cilësor. Bajamet janë të ngarkuara me gjithçka që trupi juaj ka nevojë për të marrë një gjumë të thellë dhe komod. I pasur me magnez, qumshti i bajames ka provuar të jetë efektiv kur bëhet fjala për promovimin e gjumit për shkak të efekteve të tij të mineraleve. I pasur me magnez, qumshti i bajames ka provuar të jetë efektiv për gjumin e mirë. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka tripofan. Fal kësaj, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të kenë edhe probleme të tilla. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe çajin e kamomilit. Ka një efekt zbutës në trup. Zakonisht rekomandohet për dhimbje në stomak pasi mund të ndihmojë me tretje dhe lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë pagjumësia dhe ankthi. Çaji i rrënjve valeriane rekomandohen shumë për të nxitur një gjumë natyral dhe të thellë, duke pasur parasysh sasinë e tij të antioksidantëve dhe acidit valerianik. Përveç kësaj, ajo zvogëlon fryrjen dhe stresin fizik dhe atë mendor. Një studim i kryer te gratë në menopauzë tregoi se mund të ndihmojë shumë në parandalimin e ndërprerjeve të gjumit. Sigurohuni që të bëni një përzgjedhje më të mirë të produkteve natyrale në dietën tuaj për një gjumë më të mirë, gjithashtu edhe më të relaksuar në mbrëmje. Por mos harroni të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo shqetësim të mundshëm që ka dhënë trupi juaj, pasi neglizhenca është një nga arsyet kryesore pse shumë njerëz priren të kenë gjithashtu probleme nga më të ndryshmet. Konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë për të bërë recetën që ju përshtatet më shumë dhe të evitoni gjithashtu problemet që shkakton pagjumësia e vazhdueshme në organizmin dhe në jetesën tuaj. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.